një linjë financimi inovative e Bankës së Shqipërisë, e cila ju mundson të gjithë sipërmarrësve në fshat apo atyre që duan të nisin një sipërmarrje, qoftë në prodhim, qoftë në agro përpunim, grumbullim patjetër, qoftë në agroturizëm, që të marrin kredi me 70% kolateral të garantuar nga shteti dhe me një normë interesi më pak se 3%. Ne, nëpërmjet AZBR-s, e shoqërojmë të proces, e mbështesim çdo që ka nevojë për asistencë dhe nga ana tjetër kemi nënshkruar një marrëveshje me bankat, të cilat ju e dini më mirë se unë, kanë qenë shumë të ngurta kur vjen puna tek financimi i iniciativave në fshat dhe në bujqësi, sepse bujqësia është një sektor me risk, për hir të vërtetës. Por në këtë rast marrëveshja është shumë e qartë dhe bankat janë të gatshme, madje kanë filluar dhe fushata informuese, sepse është qeveria që garanton. Kështu që do t'i lutesha shumë që t'i referoheni kësaj linje financimi, edhe bashkarisht të ngrem më tutje nivelin e prodhimit, nivelin e përpunimit, nivelin e eksporteve. Ministria e tha shumë qartë, ne kemi objektiv të shkojmë në 1 miliard eksporte, është shumë objektiv ambicios, kemi kaluar gjysmë miliardi, që ishte pa imagjinueshme, por ama gjysmë miliardi tjetër është shumë ambicios. Dhe prandaj